Kryeministri Edi Rama e nisi ditën e hënë me një takim në qytetin e Vlorës. Për 1 orë e 30 minuta, kreu i qeverisë mblodhi deputetët e qarkut si dhe përfaqësues nga Bashkia e Qytetit Bregdetar. Bëhet me dije se fokusi i takimit ishte tek projekte zhvillimore si dhe sezoni turistik. Burime bën të ditur se kryeministri u la porosit të pranishmëve për një koordinim mes pushtetit vendor dhe institucioneve qendrore për përfundimin në kohë të projekteve. Mësuesi Rama shprehur se qyteti i Vlorës i është kushtuar një vëmendje veçantë vitet e fundit përmes investimeve në infrastrukturë, turizëm dhe zhvillim urban. Ai gjithashtu nënvizoi se këtë vit nuk duhen hasur problematika që mund të cënojnë mbarvajtjen e sezonit, prandaj dhe kërkoi që strukturat të jenë të vëmendshme për përmirësimin e shërbimeve për qytetarët dhe vizitorët. Kryeministri kërkoi nga kryetaria e bashkisë që për çdo investim apo projekt të ri në qytet të kërkojë bashkëpunimin dhe mbështetjen e ministrive përkatëse. Sipas tij, ky koordinim është i domosdoshëm për të përshpejtuar realizimin e projekteve dhe për të garantuar që ata të përfundojnë brenda afateve të parashikuara. Gjatë takimin me dyert të mbyllura UCEK dhe çështja e hapësirave publike, për të cilën Rama ka nënvizuar se përgatitja në kohë infrastrukturës dhe e shërbimeve është thelbësore për të përballuar fluksin e vizitorëve që pritet gjatë muajit të verës në Vlorë, si dhe në zonat përreth.